A dumi me gjyku pse po dalin jo, gjithë kur del për me bën jetë më të mirë. Edhe mi pagu mirë këta që pastrojnë rrugë. Një puni, një dokumentare lexova, pjethirshin arkitektat e rrugës. Unë e dita që po fiton Albini, edhe thash si flotova, në si zvotova. Ai ka me fitua? Ai ka me fitu në rregull. A të po qefi që ka fitu? Mone men, kallzove? ku të që spikën une, qaj e parti fiton. Edhe qaj deputet fiton. Qysh po doket tash që për një merë një union të dalë bajagi shumë jashtë? Po kesh një mundësi i brenda, për shtatë këna liftu që me pas mundësin me dalë. Sot ti si femën nuk ke pas nevoj mos me di qa pëndodhë në botë. Thjesht, ti tash e bën një emision, qysh e bën një emision dikush në Amerikë. Se ti e sheta. Edhe pse mos me kopju, pse mos me hyj pa aeroplanit edhe me shku, edhe me pa pjesë afërmi. Domethënë kontakte tash janë të mira për me pa më shumë, për me pas kontakte më shumë, për me kon zinxhir. Tash dorën zamër, dikush është të shku veç me provu fatin, qa po ndodh atje. Dikush është të shku që e ka një daj, një kushëri, një dikon, një miq, dikon që një me ja afron një punë. Perfekt, pse mos me afron një punë. A dumi me gjyku pse po dalin jo, gjithë kur del për me bën jetë më të mirë. A të shqetëson fakti që jena ka mesin parinin në Kosovë? Mu më shqetëson fakti veç me met pa doktor. Edhe pa po dhe doktor po na ikun. Çfarë të mu më shqetëson fakti veç pa doktor edhe pa mësimdhënësa. Këtu edhe pa policie, pa ushtri, domethënë këtu janë shtyllat e shtetit. Pse shkojnë nuk vrejna, beso. Doktor duhet mi pagu mirë me najt këtu, mësusat mi pagu mirë, policin mi pagu mirë, ushtri mi pagu mirë, edhe mi pagu mirë këta që pastrojnë rrugë. Një puni, një dokumentare lexova, pjethirshin arkitektat e rrugës. Jo si të na, adin të ja gjua pikjerë, jo, këtu në bëja rrugën e mirë. Këta kujdesen për pastërtin tonë, pik, sikur nona tona që kujdesen për shtëpia tona. Tash a milonon atona pa pare, jo. Kështu që rritja rrogën që ty në tjerë të lezgjedhin, a me shkua me najtë sa problem. Kështu që inshallah nuk ecin valla. Sille ka të sillsh, jën ka ecën shumë. Edhe me hec fajtori jemi veç na se s'po ju bojna kushte për me najtë. Domethënë unë pse po vim Prishtinë për me punu, se po djeva s'ma afro kushte. Domethënë jena këtë okej. Zgjedhjet të ca kanë në shkollë, a votove? Jo, si jam ka në Austri. Ballkeq. Po na ka votuar për vota me Albini kish hupa. Nuk e di unë aty veç. Sigurt kanë votuar edhe për ty na i kosha. Qëre unë e dita që po fiton Albini. Unë e dita që po fiton Albini. Edhe thash si flotova, unë si zvotova. Ai ka me fitua. Ai ka me fitu në rregull. A të po qefi që ka fitu? Edhe qeveria ka fituar, s'ka fituar jo? Qefi mbot, jo, tash qeveria ditë bot nuk e di me kam po bot, po mund qefi mbot veç që zgjedhet shkol mirë, edhe po mbot qefi që njerëz zgjedh jenë vedisu për votim. Po votojnë pak më meqën që kanë vetu në 2002, 2003, 2004, 2005, po votojnë më meqën, po votojnë më pa emocion. Nuk kemi mëne për ajo koha që jemi dalë për shtëpis, që aty ta kanë ndru njëni menin, po më vëta për qita, hajta, vëden. Kështu që po më pëlqen, populli u vedisu shumë edhe çdo vete më tutje politikanët kanë me pas shumë ashtir. Si ti që thema herët hajtë për një votë smirët vesh, kështu që edhe atëherë po do votu si rregull po isha në Austri me punë edhe votën tam që kom pas shef kur na mja qit, e ka kry një shoqe jamja. Ku kom pas shefën në mja qit. Aha, okej. Se jemi kanë në rrymat njëjta. Se tash mos ka votu shoqe edhe për ty. Jo, ai ka votu veç dëshirën tënde. Okej, se i na kanë çatë dyt. A u shku deputeta, çaj që ti pas ke dashur të shku? Se për kryeministër kallzove. Ku të që spikën unë çaj e parti fiton. Edhe çaj deputet fiton. E ti pas ke qit pikën për vetë vendosin si vjeta? Pas ke dashur. Po thonë fiton, nuk do të thon fiton me kanë para. Po del fituese tash. Kjo pjesa fituese nuk do të thon veç me kanë parë. Mos me kanë edhe dyti fitues, shumë i mirë. Jo. S'kem mësuar matematik për fituesit e dy. Unë matematik nuk di hiç. Ajo? Pevrej. Matematik mos më goshta. Kështu që mirë është. Hiç mos tani se ç'është më edhe vetë, veç kam një farë vetbesimi që e di. Jo. Ka një herë kam një vetbesim që ta di matematikën. Jo, në çka s'di. Unë nuk di matematikë, e vërtet jam. Nuk deno? E vërtet jam, kam dul. E vërtet, por nuk kam lidhje. Vëlla është inxhinier i komunikacionit, që i bën ekspertiza, domethënë desheve këtyne, e më bën nervoz që i del aty një A, një B, të shkruan edhe në fund i del shpejtësia 75. E që shumë mirët me kapi mja qky ato krejt. Çka të bëj me këtë? Po diçka i avdin, unë haber, unë edhe matematika, edhe në shkollë të mesme, krejt pesë, profesori matematikës dysh. Tash bile prov, as mujt e bëj treshbe, për hatër që ty në të pesëve, avdin.
A unë asë dërë se kësha meritu në ashta, se ashta di me mledh, po kështu... Me hima fel. Me hima fel matematik, unë e veç njërës na. Jo, valoj, po ta besoj. Më duket ka njëherë profesionet që kena zgjedhë, vështë s'ka pas matematik. Unë për veti gazetari, s'ka pas matematik. Unë kështu matematika, edhe gazetaria ka matematika, po ka matematika ndryshe për jetën. Po me jo numra, kështu, se du të me pas një matematik. O, si të shoj numra më shtile troka, nuk di se. Pas të fobi për numra, va? Po, ka fobi. A kina e hobi tjetër për saktrimet? Hobi me qelë shishën a i varit. Shtes palive keqke. Kërkej fole që nëse për kështes. A prima? Ja, mu kesh mirë. Prima? Mu kesh. Hobi tjetër s'podi, me vizatu në shta. Me vizatu? Me pikturu, po. Okej. Qka piktura në kështu nëse piktura në herë? Po, gjithë shka. Tu fillu pi portretëm njerëz, shka tush. Super. Po s'do më thonë që i ki fitën pikë, sa i punë kështë që mos më qërte me kilomiti. Jo, në mësë ta po bajat, Po ja sa i punë kur që s'ka e që nga mu. Po ja sa i punë e s'jel veç fukarallak. Ale, okej, lani lapsa. Ta shpranë të këta artistat, hej, qysh, adi që unë i kom fitu e. Komin të rana të ty posti.